Ky emision mundësohet nga Këshilli i Bashkësisë Islame Prishtinë. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia Allahut qoftë mbi ju. Mirë se po takuam shikues të nderuar. Edhe sonte sikur çdo radhë kemi të ftuar dy nga hoxhallarët e komunës së Prishtinës. E kemi hoxhën Afrim Efendi Jusufi, imam në xhamin Sadri Prestresha ose siç njihet xhamia së Falis. Mirë se erdhe hoxh. Mirë se u gjetëm. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për ju. Po ashtu e kemi hoxhën e nderuar Irfan Efendi Islami, imam në xhamin e Matiçanit. Mirë se erdhe hoqë. Mirë se u gjetëm. Mirë se ju ka pru Zoti. Inshallah, në gjithë jetën e kem adhurim. Edhe kur hajmë, edhe kur pim, edhe kur flajmë. Do të thonë, dhash Zoti që këtë kjo me konë me na vendos peshore veprave të mira. Temën që do ta diskutojmë pra është rreth adhurimit dhe ndikimit i tij tek besimtari. A kishë mujt pak një shpjegim të shkurt, çka ne kuptojmë me ibadet në fenë islame? Fjala ibadet në gjuhën arabe ka për qëllim në nështrimin dhe për uljen ndaj Allahut xhalla xhelaluhu, po ashtu zbatimin e urdhrave të Allahut xhalla xhelaluhu dhe ndalesën nga ndalesat që na i ka ndaluar Allahu xhalla xhelaluhu. Pastaj ibadeti në ta shoqërohet edhe niyeti dhe sinqeriteti, do të bëhet vepra vetëm për hir të Allahut xhalla xhelaluhu dhe të përkushtohet apo të bëhet vetëm për hir të Allahu xhalla xhelaluhu, dhe drejtohet vetëm Allahu xhalla xhelaluhu dhe jo askujt tjetër pos Allahut. Hoxh Afrim, çfarë roli ka ibadeti kështu në jetën e besimtarit? Ibadetet realisht roli i tyre është shumë dimensional. Mirë po ne, inshallah në këta pak minuta do të mundohemi të cekim disa prej tyre që janë më kryesoreve. Për shembull, prej rolit primar të ibadeteve, adhurimeve është thjesht adhurimi që ja bëjmë Allahut subhanahu wa taala dhe vetë falënderimi që ja bëjmë të madhit Allah, pasi që ne si Allahu xhaleshanu na ka krijuar neve si krijesa dhe në Kur'anin famëlart na tregon edhe arsyen edhe objektivin se pse ne frymojmë në këtë nënqiell, ku është ai esenca kryesore që ne ekzistojmë në këtë nënqiell, është çështja e falënderimit dhe adhurimit të Allahut xhaleshanu, siç e thek Allahu xhaleshanu në Kur'anin famëlart, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kot Allahu nuk i kam krijuar njerëzit dhe xhenet për asgjë tjetër, vetëse që të më adhurojnë. Andaj, ne me ibadetet, me adhurimet që ja bëjmë Allahut subhanahu wa taala, qoftë me namazin, qoftë me leximin e Kuranit famëlar, qoftë me dhikret, me ibadetet ndryshme të cilat i kemi të shumta, ne nëse i bëjmë ato ibadete adhurime, padyshim që nuk ja shtojmë lartësinë Allahut subhanahu wa taala, mirë po edhe nëse nuk i kryjmë ato, nuk i mungon asgjë Allahut xhaleshanu në lartësinë dhe absolutetin e tij, mirë po roli i tyre kryesisht është tek ne, që ne të bëhemi me plot kuptimin e fjalës insan, njerëz, të kemi ato privilegjet siç na ka privilegjuar Allahu xhaleshanu prej shumë krijesave tjera, na ka lartësuar, na ka quajtur më këmbës të tij në tokë. Për shembull me çështjen ne në Islam nuk kemi një adhurim më të lartë që falenderojmë Allahun subhanahu wa taala më të lartë se sa që është vetë namazi, që në një farë mënyrë është një artikulim i shahadetit, për arsye se roli dhe qenjë objektiva sepse ne frymojmë në këtë gjësi është çështja me dëshmu shahadetin tonë. Mirë po ne përmes namazit e dëshmojmë, artikulojmë shahadetin me tërë trupin tonë, me tërë gjymtyrët tona. Edhe pse me një farë mënyrë ne kur ta bëjmë namazin ne përulemi, mirë po ne në një farë mënyrë lartësohemi tek Allahu subhanahu wa taala, edhe siç e dim namazi është edhe miraxhi i besimtarit. Dhe pastaj kemi çështje tjetër, Allahu xhaleshanu në shumë ajete kuranore na thotë qul alhamdulillah, dhe thuaj falendruar qoftë Allahu xhaleshanu, dhe përmes ibadeteve siç është çështja e agjërimit, si ibadet ne do nuk kam gjatë tërë ditës abstenojmë nga ushqimi, nga pija,
që me falëndru Allahun xhaleshanuhu dhe me ditë mirësitë e Allahut xhaleshanuhu për ato vëllezër dhe motra tona në të katër anët të botës, të cilët me padashje në një farë mënyrë nuk hanë, nuk pinë, ndërka që ne këtë bëjmë me vetë dëshirë për ta falëndruar Allahun xhaleshanuhu. Kur jemi tek falënderimi, ne falëndrojmë Allahun edhe për begatit cilat i kemi, edhe vetë trupi jonë, konstrukti jonë, shëndeti jonë që e gëzojmë, ku Allahu xhaleshanuhu shpesh na thotë o fi anfusikum afala tubsirun, edhe në veten tuaj nuk jeni kaq shini begatit shëndetin që e kemi, ne do të më falëndrojmë përmes ibadeteve, pasi që siç e dimë shumë motra vëllezër tonë nuk për shembull nuk e kanë të zhvilluar shqisën e të pamur dhe tër jetën e kanë në terr, ndërkaq ne fal Allahu xhaleshanuhu e shohim jetën me ngjyra. Dhe për gjitha këto begatit që i kemi, shëndetin, familjen dhe të mirat e shumta të panumërta të cilat na rrethojnë, ne përmes ibadeteve e adhurojmë edhe falënderojmë Allahun fuqiplot. Do të thonë kur jem falëndrues për të mirat që na ka dhënë Zoti, kur ja besojmë tjerëve, solidarizohem në fatkeqësitë ose në sprovat të cilat i kanë njerëzit, falim namaz, përulemi, do thotë, këtë kjo është ibadet. Nuk kuptohet ibadeti sikur që disa mendojnë që ibadet është veç nëse falet, ha? Jo. Po do thotë nëse më të vërtetë e lun rolin që Zoti na ka kriju, që me kon njeri tamam insan, ai është ibadet, ha? Normal. Po ku jem te namazi për shembull, që edhe ceka, zakonisht na konceptohet që ibadet është veç namazi ose veç kur agjeron ose veç kur jep zeqat. Çfarë efekti kanë këto obligime hoxh? Fillimisht, që ta dhe hoxha i ndëruar Mullah Afrimi, ibadetet kanë për qëllim lidhjen e robit me Allahun xhalla xhelaluhu, pastaj rregullimin e raporteve me Allahun dhe rregullimin e raporteve me krijesat dhe rregullimin e raporteve me vetveten e vet. Do thotë në mënyrë përpas adhurimit të Allahut xhalla xhelaluhu edhe e rregullojnë edhe jetën tonë dunjë, po ashtu me namaz dhe me ibadete të tjera edhe meritojmë edhe shpërblimin e Allahut xhalla xhelaluhu në ahiret. Të gjitha obligimet që ne ka bëu Allahu xhalla xhelalu prej adhurimeve, si namazi, Allah i ka treguar edhe arsyet vetë në Kur'an, apo i ka shpjeguar edhe vetë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Për atyre Allahu xhalla xhelalu kur ka thonë wa aqimis salata, pastaj falë namazin, sepse vërtet namazi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, thotë sepse vërtet namazi ndalon nga immoraliteti dhe veprat e shëmtuara. Pra këtu po e kuptojmë se namazi si ibadet pas ka rol në frenimin ton nga veprat e shëmtuara, nga immoraliteti dhe të njëjtën kohë ngritjen ton pozitë më të lartë para Allahu xhelaluhu. Pastaj përpas namazit i kemi edhe ibadete tjera, për shembull punën e zeqatit. I rregullon raportet me Allahun xhalla xhelaluhu, pastaj i rregullon raportet prapë edhe me krijesat e Allahut xhalla xhelaluhu. Allahu në Kur'an ka thonë: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Pra merr prej pasurisë së tyre, të pasurve, me një fjalë, çka pjesë prej saj e që ajo i pastron ata, i pastron pra të pasurit nga gabimet që i ka më herët, edhe nga arroganca dhe mendjemallësia, edhe po ashtu i pastron të varfërit, sepse kur i ndihmon me atë pasuri, i pastron dhe i ndalon nga urrejtja, nga zilia, nga hasedi ndaj të pasurve. Edhe kështu i përofron pjesë e shoqërisë të ndryshme, pra të pasurit dhe të varfërit në këtë rast, edhe të njëjtën kohë, që kanë thonë dietarët, është edhe përpas pastrimit, është edhe endema, është zhvillim, e zhvillon në të ardhmen pasurinë dhe mallin atij që e ka dhënë. Dhe të njëjtën kohë e pastron edhe anën shpirtërore që në të ardhmen do të e kupton efektin e dhënies edhe bëhet edhe më i kujdesshëm në dhënie. Po ashtu kemi edhe për shembull tash në muajin Ramazanit edhe punën e agjerimit. Allahu xhalla xhelalu kur ka bëu obligim agjerimin, në fund çfarë ka thonë? Ka thonë la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju ta ruani vetveten e juaj. Për me fjalë ta përmirësoni veten e juaj, të bëheni më të devotshëm. Edhe me devotshmëri ne jemi më të ndërgjegjshëm ndaj obligimeve tona para Allahu xhalla xhelalu, edhe të njëjtën kohë jemi më të kujdesshëm ndaj krijesave të Allahu xhalla xhelalu, duke filluar prej njerëzve, pastaj të njerëzit, familja, fëmijët, evlad, rrethi ku jetojmë, pastaj edhe krijesa të tjera, pse jo, edhe kështu jemi më të kujdesshëm. Do të thotë çdo namaz, çdo ibadet në fakt ka për qëllim rregullimin
e raporteve tona me Allahun xhelle xhelaluhu, pastaj edhe me krijesat e Allahut xhelle xhelaluhu. Barsimin dhe rregullimin e jetës në dynjë, sepse nëse unë jam në nivel dur, ti je në nivel dur, dhe gjithë kështu, atëherë krijon një shoqëri e cila është e mbarvajtshme, është e mirë, edhe është funksionale, edhe jeton mirëqenie. Prej gjona pozitive që i kanë ibadetet, hoqim të Roma është që na pastrojnë edhe prej lëshimeve apo gjunave siç njihet. Po, realisht efendi, rol tjetër që kanë ibadetet që realisht me pas, është edhe çështja e pastrimit prej mëkateve, prej gjunave. Ne e dim që nga urtësia Allahut xhaleshanu që ka krijuar krijesa të panumërta, e dim që i ke me lajket, ato të cilat në mënyrë të vazhdueshme adhurojnë Allahun xhaleshanu dhe nuk bëjnë gjunahe. Në anën tjetër kemi shejtanët, ata të cilët janë inspirues të keqes dhe të ligës. Përkaq në mes tyre e kemi edhe njeriun i cili padyshim i ka këto dy anë, edhe don gabueshmërinë, mirë po edhe çështjen e asaj pjese që bën gjëra të mira. Dhe ibadetet Allahu xhaleshanu na i ka dërguar me qëllim që përmes tyre neve të na spastron dhe të na lartëson lart në aspektin e devotshmërisë. Pejgamberi alayhis salam në një hadith shumë mirë na tregon edhe realitetin e konstruktit edhe njeriut si insan, ku thot kullu bani Adem khata wa khayru khata'in tawabun. Çdo biri i Ademit është ai që mëkaton, që bën gjuna. Mirë, por më i mirë për tyre është ai që pendohet edhe kërkon falje tek Allahu xhaleshanu. E që këtë pastrim realisht e bëjmë përmes ibadeteve. Për shembull, siç është çështja e namazit. Në fillim, qysh nga njeti, kur vendosim me fal namazin, aty fillon edhe pastrimi prej mëkateve. Më pasandej, siç është edhe çështja e abdestit, çështja që me abdes, përveç për arsye se për me kry si obligim se namaz, duhet disa gjëra mi plotësu, siç është abdesti, me qenë i pastër vendi ku falemi, edhe vetë rituali i namazit, siç na ka përshkruar pejgamberi alayhis salam, me pastrimin e gjymtyreve të caktuara që i pastrojmë, ashtu siç bin pikat e ujit nga pastrimi i fytyrës, për shembull i duarve, ashtu pejgamberi alayhis salam na ka thënë që bin edhe mëkatet nga robi. Ashtu edhe kur ta kryjm edhe vetë hapat që i bajmë, ecjen për me shku në xhami, edhe ato janë pastrim për gjunave. Dhe vetë edhe falja qoftë në xhami apo qoftë në shtëpi, është kryesisht pastrim për gjunave. Pejgamberi alayhis salam me një thënie të tij na ka tregu se realisht ai që e kryen ibadetet, qoftë edhe namazin 5 herë në ditë, i ka pyet një ditë, ka qenë në shoqërim me shokët e tij, me të dashurit e tij, me sahabët, duke i pyetur se çfarë u merr mendja juve nëse para vetes keni një lum edhe në të zhyteni edhe pastroni 5 herë në ditë, çfarë u merr mendja, do të kishte mbetur një ndyrësirë në trupin tuaj, dhe gjithë shokët thanë ja Resulullah, nëse pastrohesh 5 herë në ditë, padyshim që nuk do të jetë ndyrësirë, nuk do të ketë. Ashtu pejgamberi alayhis salam thotë se edhe ai që i fal 5 kohë të namazit me përkushtim tek Allahu xhaleshanu do të falet, do të pastrohet prej gjunave. Pejgamberi alayhis salam ka thënie të shumta sa i përket pastrimit pastrimit nga gjunahet, nga ibadetet, e përcjell një hadith tjetër ku thotë es-salavatul khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratu ma bainahunna idha ijtunibat al-kaba'ir. Ku thot pejgamberi alayhis salam 5 kohë të namazit, xumaja deri në xuma, Ramazanin deri në Ramazan, janë shlyerse e mëkateve nëse largohen prej mëkateve do të mëdha. Kështu që ne nëpërmes këtyre mekanizmave, siç është tash që jemi edhe në muajin e bekuar të Ramazanit, çështja e xhirimit, çështja e xumas, çështja e 5 kohëve të namazit, edhe nëse nuk mirremi se bojna një me na pastru Allahu prej gjunave, nëpërmes tyre Allahu xhaleshanu na pastron prej tyre. Pasandaj përveç namazit kemi edhe obligimin e agjërimit, siç na ka thënë pejgamberi alayhis salam që edhe agjërimi na pastron prej gjunave, prej mëkateve, ku thot në thënë e tij men sama Ramadanin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kush agjeron me përkushtim, me iman, ashtu siç duhet, Allahu xhaleshanu do t'i afshin mëkatet e tij. Pastaj kemi edhe haxhin, edhe gjitha ibadetet do në rol prej roleve tjera që kanë edhe me na
bë për atyre që na pastron prej gjunave. Që lusim Allahun të jemi. Qëndron vujë është një farë fjale, për shembull, nuk mund me thonë që qëndron, po qarkullon të njerëzit që mu falen ata cilët bujnë gjunahe. Kishe që nëse ki gjunahe dësh më shku mu falë, po nëse s'ki, të s'ki pëse falen. Dhe qëllimi nuk është që na bujmë gjunahe, tani shkojmë falin për mu pastru. Po ato gjunahe që i këna me bu pa vetdije, ose pa dashje, pa qëllim, ato pastru. Ndërsa kur e dim që diku i kemi hin hak, kemi rëndu, ato duhet me kërku halal, me shty borqen, me përmisu raport, apo tënë. Se kjo qase ka njerë mundet me na keq kuptu të teleshikusta, se realisht i badetet krejt janë për me në ndalu pe gjunaf. Këtë i badetet, të Ramazanit, për shambull, po të taj pëjame sa ma që agjeron, po nuk i lem fjallë të këshia, edhe pun të këshia, ka duru unë edhe eti. Të më thonë, gjdo adhurim, ose namazi, Allah i po thëtë namazi largon për të këshiave dhe të neveritshmet. Gjdo adhurim, Zotin a i ka bo që na mu largu për të këshiave. Po nëse ndodhë që gjatë qëtyne pauzave, mes kohët namazit, mes javës deri një javën tjetër, Ramazanit deri Ramazanit tjetër, këto lëshimet nëse kanë ndodhë, këto do të thotë janë që inshallah na pastrojnë. Po për me arrit këtë gjendje, që me të vërtet mu rujt për gjunave, edhe na jemi të thirrën mu rujt, me të vërtet namazit, ose adhurimet, kërkoj falje, adhurimet, si Ramazani, si haxhi, namazit gjitha, hoqë besoj që duhet me konë me u kry me shpirt, ose me konë veç formale, apo? Po, problemi ma i madhë, se ndalim dhe shikojmë gjendjen e muslimanëve në nivel global, shohmi se dhe efektit tëre, gjendja tëre, nuk është nivelin e knaqë. Gjithkohë botën islami shohmi vujtje, lufta, probleme, telashe, varfëri dhe të ngjajshme. Edhe ndoshta është problemi se ne të kuptuarit e ibadeteve dhe të adhurimit të Allahu Gjelle Gjelalu dhe besimin e shëndosh në Allahu Gjelle Gjelalu nuk e kemi në nivelin e duhur. Për shembull, ibadetet i bëjmë në mënyrë mekanike. E kom kuptu, kom arrit në standin cilën e di se duhet me u falë. Mirë po, çysh duhet me kry faljen, nuk e di. Apo thjesht nuk e çojnë vend mënyrën në nivel të duhur të faljes. Për shembull, çka? Kur me falë namazin, duhet me falë brenda kësaj kohe. Për shembull, akshamin prej kohës kur prandon dilli deri në kohën e namazit yatsis ose çka, ona e falja momenti kom të futbollit atje. Ose të një punë tjetër, ose të allazhvereshës, ose të biznesit dhe gjitha kështu me radhë, edhe e falim në mënyrë mekanike, pa kujtu Allahun fare. Pastaj ky namaz nuk ka efekt, ndoshta kryen si obligimi, po nuk ndikon, nuk ka impakt në sjelljet e tua, në ngritjen tonë, në ushqimin tonë shpirtëror. Pikërisht në ajetin e namazit, ku Allahu xhallahu xhala përmend edhe më herët, ka thonë vërtet namazin ndalon nga immoraliteti dhe veprat e shëmtuara. Pastaj thot wala dhikrullahi akbar, dhe çështja më e madhe është përkujtimi i Allahut. Brenda namazit. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, vërtet Allahu e din çfarë ju veproni. Prandaj nëse nuk e përkujtojmë Allahun me përkujtim të shëndosh në namaz, atëherë rezulton me mos efekt të namazit. Ndoshta nuk pranohet, apo nuk kemi shpërblim sa duhet te Allahu, po të njëjtën kohë, në jetën tonë të përditshme, nuk shihen frytet e namazit tonë apo të ibadetit tonë. Dhe kjo nuk është vetëm namaz, po është edhe ibadete tjera, ngjajshëm. Për arsye se nuk e bëjmë si duhet. Unë shpesh ju them në xhamatit tash gjatë namazit taravive, ndoshta ndonjëherë po na imponojnë me fal pak më shpejt, mos më shumë se mësuash në të kaluamën, edhe ju them puna e namazit është sikurse puna e një kofës mbunar. Nëse lëshon kofën dhe ngre shumë shpejt, atëherë uji derdhë duke dal kofa, duke ngre kofën jashtë. Mirë po, nëse e lëshon mirë, mbush dhe nxjerr me kujdes, atëherë e nxjerr të plot mbushur. Ashtu namazin, pra, nëse çdo vepër besimtari duhet me ungut, me bo tamam nivel dhe gjitha te puna e ibadeteve, sidomos te adhurimet që mes robit dhe Allahut duhet të jetë më i kujdesshëm, më i ngadalshëm, do thotë edhe më i përkushtuar. Nuk mjafton vetëm ana fizike, pra, sikurse që është njeri i krijuar prej trupit dhe shpirtit, pra njeri pa shpirt është i pa efekt. Faktikisht është një trup i pa efekt, i vdekur. Mirë po, ana shpirtërore në gjallë. Ashtu edhe në ibadetet mos t'i bojmë pra vetëm në anën fizike, pa përkujtim të Allahut,
pa përqëndrim namaz, sepse ato tani nuk kanë edhe efekt. Vërtet është tregohet për një dietar që kur i është thonë që filani për shembull gjatë namazit, se tash po fokusohem më shumë te namazi, po në çdo ibadet është kjo atë. Thot po lëviz shumë, atë s'po është i koncentruar, shyrona ashtu. Thot ju kish përkushtu zemra, kish më përkushtu edhe trupi. Definitivisht. Kish jeni përkushtu me zemrën namaz, kish me pas edhe trupin përkushtu. Edhe pikrisht kur njeriu e kryen një adhurim, tash në këtë rast Ramazanin, nëse e bën me vullnet, nëse e bën me knatësi, nëse mundohet me bu në formën më të mirë, pa qare kam i dhonë fryte, gjurmë, kam i lanë mrapa qasojna. Njëtë se çdo adhurim është në shkollë veti, po për me po, për shembull, për marë, studenti, për shembull në profilin e mjekësisë, sa koni studenti i shkelqyshëm, i dallu, shihet tani në punën që ushtron. Apo? Ose në çfarëdo drejtimi tjetër. Njëtë është edhe njeri në adhurime që i bën. Nëse që ato adhurime i bën me shpirt, i bën me gjymtyr edhe me zemër, me trup, edhe me shpirt, ai ka me reflektu. Për këtë edhe nuk pranohet të na për shembull kur dikush bën vepra të këqija, çujbe edhe po folet edhe po bën keq. Se ai e din që ai që folet, ai duhet me reflektu tani që ai namazit tina tek masi që del pe xhamie ti tregon çush e ke bu namazin. Ose tek kur diç pe Ramazanit shihet a kalon Ramazani gjurmët e ti. Për këtë peshev që e kanë thonë dietarët me kuptua ju ka pranuar Ramazani apo jo është, me pase apo vazhdon punë të mira. Po do të thotë çdo adhurim që e bëjmë na, nëse zbuhet me përkushtim, e zbuhet me niyet për Zotin, është problem me dhon rezultata në shoqëni. Hoxh, përveç këto përfitimet, ose nëse mujë me thonë, të mira që ju përmenen që adhurimet besimtari arrin me i pa një jetën e vetë personale, po dhe tek tjerë që përfitojnë për këtyre efekteve, në aspektin fizik, adhurimet, çfarë dobish sjellin për shkak? Çështja e Allahu xhaleshanuhu na ka krijuar neve dhe ai është krijuesi ynë, edhe ai më së miri e den për krijesën e tij se çka ka nevojë me bën jetë me qëllim që me qenë një jetë me pas një jetë të shëndetshme dhe një jetë lumtur, si në këtë botë ashtu në botën e ardhshme. Andaj edhe tek përmes ibadeteve ne përfitojmë gjëra edhe në aspektin fizik, edhe në aspektin shëndetësor përfitojmë shumë përfitime. Për këtë pikë, padyshim që më të thirrit janë ata që studiojnë fushën e mjekësisë, që ata e shpjegojnë më mirë, po edhe ne, padyshim duke referuar hulumtimeve të fundit të shkencore në aspektin e ndikimit që kanë të ibadeteve, qoftë namazit, qoftë agjërimet, mujna mi referu hulumtimeve, si që i referohemi një instituti të energjisë elektromagnetike që është në Kairo të Egjiptit, cili e ka bërë një hulumtim se si ndikon çështja e namazit tek të mirat shëndetësore edhe fizike, se dhe duke referuar një mjeku turk që është Hakan Akuzoj, cili është një mjek që është marrë në detaje se lidhur me lëvizjet që i bajnë namaz, çfarë përfitime për shembull ka njeriu. Është e mahnetshme do me pa që të mirat e panumërta janë në aspektin e fizikut dhe të shëndetit tonë me lëvizjet që i bojnë namaz, qoftë kijami, qoftë teshehudi, apo qërrim në tehijat, qoftë rukuja, apo sejdja, gjitha këto dohon kanë urtësit veta dhe dobit panumërta edhe një mrekullie që realisht i ndodhë njeriu gjatë faljes namazit. Për shembull, sot e dim që jemi të rrethuar me energji elektromagnetike, valë të ndryshme, që në çdo ambient kemi. Më pasandej qoftë me ushqim që i marrim që janë ato prej shkaktorëve kryesorë të sëmundjeve të ndryshme, siç janë akumulimi i toksinave në trupin tonë. Ne e dim që çështja më e lartë e ibadeteve apo pika kulminante e namazit është sejdja, që më të vërtet në sejdë jemi më afër Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po gjatë sejdës ndodh një mrekulli që i ndodh vetë trupit njeriu me 7 organe të cilat kontaktojnë me tokën,
Gjitha ato energji, val elektromagnetike, gjitha ato toksinat që akumulohen trupin e njeriut, me kontaktin me tokën, në stage dhe ku t'jemi, është interesante që shkarkohet trupi prej atyre gjërave negative dhe në cilat janë. është si lloj të gëzimi, ja? Si lloj të gëzimi, siç është, për shembull, njëra e dim të popull që është e njohur, ata të cilët janë në kontakt me rrymën dhe që në kontakt me tokën, do në shkarkohen ato val, një ashtu ndodh edhe me çështjen e sejdës. Dhe kjo ndodh çdo herë, do për shembull në kohën e namazit sabahit, në drek, i kindi, do në akşam, gjitha këto vazhdimisht do në trupi shkarkohet. Dhe me farë namazit yatsis, do në thonë trupi automatikisht do në shkarkohet për këtyre gjëra negative. Pastaj, çështje tjetër që është gjatë hyrjes në namaz, do në largohet stresi, largohet lodhja dhe edhe shumë gjëra të tjera do në kanë dobi në aspektin shëndetësor. Si ibadet tjetër, që jemi tash në muajin e bekuar të Ramazanit, ne dim që ka dobi të mëdha trupi në aspektin e fizik dhe shëndetësor. Madje referohemi fjalës së pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili ka thënë agjironi që të shëroheni. Edhe një mjek gjerman, i cili thotë që agjerimi është një operacion pabrisk, që pa ndërhyrje fizike dhe pa operacionet i ndodhin trupit dobi të shumta. Është interesant edhe me cek që gjatë agjerimit e muajit të bekuar të Ramazanit, edhe me të vërtet tash në varet sezonës, verës apo dimrit kur agjerojmë, mirë po kemi kohë kur agjerojmë ma shumë se 10 orë, apo ma shumë se 12-13 orë në ditë. Dhe me të vërtet organizmit i nevojitet fuqi me qëllim që me mbjetu nga uria. Dhe ishtë interesant që gjitha ato toksina që akumulohen trupin e njeriut, edhe gjitha ato qelizet të vdekurat cilat janë, gjatë agjerimit do në ato qelizet e shëndosha po i hajshin ato. Edhe kështu që gjatë muajit bekuar të Ramazanit, do në trupi vazhdimisht do në pastrohet për atyre gjërave të liga, që kjo është një mrekulli që i ndodh njeriut përmes ibadeteve, e që në realisht i krymi ibadetit adhurimet, në shen falëndërimi, adhurimit dhe Allahut subhanahu wa taala, mirë po këto dobi të shumta që i ndodhin njeriut gjatë fizike dhe shëndetësore, padyshim janë urgjësi e Allahut subhanahu wa taala, që përmes tyre ti jetojmë dhe ti përjetojmë këto të mira. Besoj që lirisht muj me thonë që gjitha ibadetet, gjitha veprat që Zoti ka lyp prej neve, qofshin ato veprat mira që duhet mi punu, ose veprat liga mu largu për tyne, e që gjitha janë ibadet. Nëse i veprojmë të mirat, është ibadet. Nëse largohëm për të këqijave, është ibadet. është adhurim ndaj Zotit. Këtë janë dobit njerit, mas pari për vetën e tij, tani janë dobit tjerëve që përfitojnë. Për shembull, këshire namazin, ai që falet, nuk është e vullës me vepru keq. Ai që agjeron duhet me qenë shumë i kujdesshëm me gjuhën, me mendjen, me agjerim me zemër, mos me menu keq. Zeqati për shembull, të pastron ty, po të njëjtën kohë ndihmon atij që ka nevojë. Apo? Sadaka po ashtu. Fjala e mirë, të leton ty, po ja leton edhe tjetrit brengën. Domethënë gjitha veprat që Zoti na ka urdhëruar me i bë, këto ibadete që po folim rreth tyre, janë për të mirën tonë. Se na jemi rahat, po edhe të këqija që i ka ndaluar Zoti, nuk i ka ndaluar asnjë të keqe Zoti, cilën do merre. Përveç se është për ulje për njerin. Për shembull, e keni po njerëz të famshëm, njerëz të pasur, njerëz me pozita të larta, po kanë bërë dikon ndonjë lëshim që thotë populli ju kanë zonë bishti me derë dikon, për shkak të ndonjë gjinoje që ka bërë, ose ndonjë vepre tul, edhe ai shantazhohet. Pse të ka ndaluar Zoti për të këqija? Për me trujt ty, me ta rujt fytyrën, me ta rujt nderin. Mos me mujt nesër kërkush për ty me të pasur ngrusht që thotë populli. Domethënë që ky është adhurimi, me të, që thjesht veprat që të ngritin edhe të njerëzit edhe të Zotit, edhe veprat që tulin para njerëzve edhe para Zotit mos i bën. Në që kjo është ibadeti, besoj që pajtohem plotësisht të tret këtë këto që ka thot, unë unua pak një zbërthim, është i pak ma thjesht me bu, ju e thot ndoshta në atë formën e ju, po dhe më kujtu një hadith i pejgamberit alayhis salam, për shembull te puna e lutjes. Thot pejgamberi sa lutja është truni i ibadetit. Lutja, me u lut Zotit, është truni i ibadetit. Pse truni i ibadetit? I adhurimit? Për shkak se njeri kur të falet mundet me kanë më në madh. S'po du me mu falë afër qëtina.
ai ka teshat e papasta ose ku ta di në çfarë arsye gjën edhe e ka një farë vetë pëlqimi, apo hoq? Ose kur t'jep zeqat, jep me mendje madhësi, kur t'jep sadak, kur t'a agjeron, i duket vetja që qa të bukush o të bukush. Mirë, por në momentin kur i ngrit durët mu lut, automatikisht si ti ke shtri dorën, ti mos mundesh me thonë që unë jam dikush. E Zoti sikur dëm për neve që na mos me konë mendje lartë. Mos me konë në shmuz dhe tjere, po me konë modest, me përkran njëri tjetrin, me desh njëri tjetrin. E di që keni edhe me shtu ale, po ju kemi afru edhe fundit besoj të emisionit, kështu që nga një mesazh, nëse kishit pos mundësi, e kemi bot tradit kështu gjitha emisionet me kete gjëllartë, për fund nga një mesazh me dhonë për shikus emisionit Nur. Allahu Gjellaluhu na ka thonë në Kur'an se duhet të adhurojmë Zotin derisa të na vinë e vërteta. Pra të vazhdojmë adhurim të Allahu Gjellaluhu deri në vdekje. Edhe kjo adhurim bëhet argument para Allahu Gjellaluhu që të na mbroj nga dënimi i tij dhe na shpërblet të mirat e tij, dhe po ashtu të bëhet shkak që jetën ta jetojmë në mënyrë dinjitetshme dhe të rregullt. Tash në muajin e Ramazanit është mirë që gjithë besimtarët që e konsiderojnë veten musliman, mos ta neglizhojnë ibadetin, ta kënaqin Allahun xhalla xhelaluhu me ibadet, ashtu që dhe Allahu xhalla xhelaluhu me qenë i kënaqur me ata dhe me i shpërbly me të mirat e tij, e neve nuk na mbetur pas që ta lutim Allahun xhalla xhelaluhu për agjerim dhe ibadetet pranuara gjatë muajit Ramazanit për gjithë ata që na ndjekin dhe besimtarët kudo që janë anë man botës. Amin. Hoqë Ne përmes saj teme ibadetit, adhurimet, realisht ne që i pasojmë ato që i bëjmë ato vepra, adhurime që adhurojmë Allahun xhaleshanu, realisht do të më reflektu pozitivisht edhe në mesin ku jemi dhe ku jetojmë, me ditë që me të vërtetë ne jemi prej atyre që i kryjmë këto ibadete, madje kanë edhe rolin që e cekëm. Edhe ibadetet do të mi llogarit si nuk do të mi llogarit gjitha ibadetet, adhurimet si ngarkesë. Mirë, pa ato janë një privilegj nga ana Allahut subhanahu wa taala që na ka privilegjuar kryesisht neve si besimtar, që na ka udhëzuar me dritën hyjnore me imanin, e ato të mi bë me kënaqësi më të madhe duke falendëruar Allahun xhaleshanu, asesi nuk do të me llogarit si ngarkesë për ato punë apo veprat që i bëjmë tek Allahu subhanahu wa taala. Po është e vërtetë që më të vërtetë nëse jemi adhurues ndaj Zotit, na kena me konë edhe të mirë, kemi me konë të afërt, të mëshirshëm, edhe kena me konë modest, kena me përkran njëri tjetrin, kur je afër Zotit, kemi me konë edhe afër njerëzve. Kur je larg Zotit, nuk mundesh me konë në shërbim të kërkujt, as afër kërkujt. Do Zoti që të jem ashtu edhe që ceki hoxha nderuam ajetin kuranor, adhuroj Zotin tënd derisa të vjen bindja e që jo për qëllim këtë vdekja. O Zoti që me të vërtetë jemi në rrugë Zotit deri në momentet e fundit. Zoti ju shpërblet për këto fjalë. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, Zoti ju shpërblet për durimin që patët me na ndjek. Deri në emisionin radhës, mbeqi në mëshirën e Allahut xhaleshanu.